Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive. Nëse mendoni se edhe për ne është argëtuese kjo punë, dijeni se nuk është. Po, Kryeministri Kurti, Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon, me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Zgjidhja është shumë e qartë. Ne kemi dhënë atë propozim, e kemi trajtuar në diskutim edhe me përfaqësues të partive politike kur kanë marrë pjesë dhe në takimet konsultative, kur i ka ftuar kryesuesi i seancës zotri Dehari, pastaj edhe Kryeministri Kurti ka dërguar ftesë 2 kryetarëve të partive, edhe Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike për të njëjtin proces. Nënkuptohet që nënkryetar kanë 3 grupet më të mëdha parlamentare, në këtë rast i bie kryetarin dhe nënkryetarin Lëvizja Vetëvendosje dhe 2 nënkryetar tjerë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Prandaj, ai propozim është themi në tavolinë dhe ai do duhej të trajtohej me seriozitet në mënyrë që të fillon pastaj rrjedhja e afateve për votimin e qeverisë. Po, nëse mendoni se edhe për ne është argëtuese kjo punë, dijeni se nuk është, e shohim vetë, të gjithë kemi mbetur peng të një afati, i cili është i përcaktuar me rregullore të kuvendit, por në asnjë rrethon askush në një farë forme nuk e mendon se është situatë normale në të cilën ne duhet të bëjmë përpjekje të njëjta apo të vazhdueshme. Qëndrimi për të ndryshuar është i atyre që nuk po marrin pjesë në votim. Dhe unë shpresoj që kjo edhe do të konfirmohet, tashmë e dim megjithatë në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar, të cilët nuk kanë nënkryetar të kuvendit, në këtë rast Aleanca për Armërinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë e pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë, por që është shumë e rëndësishme të dihet roli dhe funksioni i secilit. Unë nuk e di pse prapë po e ritheksoj cili është misioni atyre që vinë edhe nuk marrin pjesë në votim. Për arsye se vota për kundër dhe abstenim është votë e cila është e përcaktuar qartë me gjykim gjykatës. Çka unë mund të deklaroj në këtë rast, ose çka më është e qartë për mua në këtë moment është që ka vullnet për të votuar zonja Haxhiu nga përfaqësues të subjekteve të cilët nuk do e bëjnë këtë me presionin e subjekteve të tyre. Në rast se të gjitha subjektet janë të bindur për votën e deputetëve të tyre, nuk duhet kishin asnjë problem për këtë proces votimit. Pastaj ekziston edhe një mundësi tjetër, që e kemi thënë edhe atë, nëse kanë kundërshtim me procesin, le të kryhet si procedurë dhe pastaj le ta kontestojnë kudo që njëjtë sikurse e kontestuan tani këtë fazë të procesit në gjykatën kushtetuese.